Shkojmë sërish live me konferencën e 3 presidentëve, po flet në këto moment presidenti i Kroacisë. I dashuri Bajram, spari falenderoj edhe për ngushëllimet që mi keni shprehur, edhe une i shpreh ngushëllimet familjes edhe për tragjedin që ka ndodhur në Sloveni, edhe pse shërbimet slovene kanë bërë që kanë shte mundur, mirë po ka qenë vonë. Saj përket takimit të sotshëm, këtë proces nuk e shoh si ndonjë formë e mentoritetit të Slovenisë edhe të Kroacisë për vendet të cilat nuk janë anëtare të Bashkisë Evropiane, sidomos ne si kryetarët e shteteve, sepse qeveria kroate ofron ndihmat e mundshme vendeve në rajon, pa i diskriminuar, edhe besoj që edhe ashtu do të vazhdoj. Kjo është diçka tjetër, edhe për neve shumë më e rëndësishme kur flasim në këtë nivel të dialogut, e cila është para kusht për marrëdhëniet e mira, e sidomos marrëdhënieve të mira. Dhe kjo është i vetmi qëllim i këtij takimit, nuk do të bim përfundime të mëdha ose iniciative tjera që të gjejmë mjete për ndonjë iniciativë tjetër, por të bisedojmë se cilat janë përvojat dhe cilat janë problemet e Bashkisë Evropiane, të cilat nuk janë të pakta, edhe pavësia e tyre ose mosdëshira e tyre, por që janë të vërteta, edhe duhet të bisedojnë me lojtarët në botë, sepse kushtet janë ndryshuar, edhe Bashkia Evropiane nuk është fuqi të cilën e kemi paramendu përpara. Ne jemi pjesë e këtij sistemit, edhe ne do të mbesim si pjesë e këtij sistemit, sa i përket pjesës organizative si një pjesë shpirtërore edhe territoriale. Por duhet të munduemi që ti bëjmë të gjitha lëvizjet politike. Këto janë shumica bisedat filozofike, mirë po edhe ato e kanë fundit një qëllim të pozitiv. Pajtohem me të gjitha që ka thanë kolegët e mi, këtu jam të përgjigjem në disa pyetjet e tuaja, dhe të shpreh dëshiren që forumi i ardhshëm ose takimi i ardhshëm të merrem me vesh, unë e shpreh dëshirën që të jetë në Kroaci, edhe njëherë e shpreh ngushëllimet të mia të thella për njerëz që kanë humbur jetër, njerëz të ri që kanë humbur jetër në Sloveni. Si duket mikrofoni nuk punon, i asaj? Kemi ndjekur live pikërisht deklaratën e përbashkët të 3 presidentëve, tashmë është momenti i pyetjeve nga gazetarët, e teksa përgjigjet pikërisht presidentja e Slovenisë. Ndjekim se çfarë po thot? Atëre,
Slovenia gjithashtu edhe të tjerë po diskutojnë për gjëra të tilla, sidomos kur bëhet fjalë për çeljen e grup kapitujve, të cilat kanë qenë probleme në të ardhmen. Flasin për shumicën e cilësuar të vendimarrjes Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja pse un kam folur fort për gabimet që Bashkimi Evropian bën në këtë drejtim. Un jam një histar e Bashkimit Evropian dhe besoj fort që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, jo vetëm për të mirën e tyre, por edhe për të mirën tonë. Sepse siguria dhe paqja në Europë do të jenë në rrezik në qoftë se nuk ja dalim me sukses kësaj gjëje. Marta Kos po punon shumë fort drejt kësaj gjëje dhe shpresoj fort që të 27 vendet anëtare do të njohin nevojën për të përshpejtuar procesin. Kësaj Slovenia do të vazhdojë të jetë promovuese dhe do të vazhdoj të reket të gjej zgjidhje për të përshpejtuar procesin. Ne themi që duhen 2 për të hedhur një valle. Megjithatë, kemi vende sigurisht që mbështesin të shumicën e cilësuar, por në fundit na duan 27 të tilla dhe jam e vetëdijshme për këtë, por nuk mund të themi që projekti evropian po vdes. Nuk e shoh në këtë lloj mënyre. Mbani parasysh që Bashkimi Evropian u ngrit si një projekt paqeje dhe kjo për mua është pjesa më e rëndësishme nëse më pyesni, sepse të jesh së bashku do të thotë të kesh paqe, të kesh siguri dhe mbi të gjitha Slovenia dhe Kroacia janë shembull i kësaj. Do të thotë përparim. Dhe e dim se çfarë rrezikojmë në qoftë se nuk kemi vullnetin e dur të përshpejtojmë procesin. Unë do të vazhdoj të bëj këtë përpjekje dhe jam i bindur që edhe Kroacia po kështu. Ima prijevod? Ima. Ka përkthim. Vetëm një pikë rendi ditës kemi të bëjmë me Sloveninë dhe Gjermaninë që vendimet nuk mundet të bien më me një zëri, sepse nuk e ka as për krahjen time, sepse për arsye nuk e kemi biseduar as një mirë, po një zëri nuk ka më vendime. Sepse është një proces shumë i gjatë edhe i ndërlikuar. Kështu që mirë është me rujtë si virginitetit e një vajzës të re, sepse nuk bën. Kjo mënyra e vendimarrjes nuk është, sepse i miret e drejta të shteteve të vogla, të cilat nuk na shohin edhe nuk na kuptojnë. Kjo është përvoja jonë e hidhur, nuk është me ndonjë qëllim keqe, mirë po ideja e Slovenisë peshojmë që nuk është e keqe, por shtetet tjera janë shumë më të mëdha në mënyrë që na marrin këtë drejtën tonë. Nuk lejohen të trajtohen në mënyrë të barabartë. Dhe kjo duhet të mbahet nër kontroll. Nga cilat vendet, por gjithnjë vjen nga ndonjë shtet, që ose je shqiptar ose je sloven, që të ketë kujdes që kur të përzgjedh 4 njerëz që kanë ndikimin shumë më të madh se çka do të thotë. Domethënë shteteve më të mëdha. Por natyrisht ata nuk do të shkatrohen, sepse është projekti i shteteve të mëdha, ka birokracinë e vet madhe, ka edhe ne želi. Ne raspada se, ona je počela kao mirovni projekt, ona to definitivno više nije, dakle ona čak to strukturno više nije, jer počeli smo birati nekakve komesare za obranu. To su po meni... Disa komesar, kjo nuk është rruga e drejtë sipas meje, nuk është mënyra si është formuar edhe ideja e Bashkisë Evropiane, sidomos për këtë pjesën tonë, mirë po ne çdo herë ja ushtojmë diçka, dhe do na meshtu edhe gishtin e 6 në dorën, nuk duhet sepse ai vetëm pengon. Bashkia Evropiane, domethënë, është bërë administrat, është bërë establishment shumë i madh edhe i ndërlikuar. Shumë pak bisedohet në lidhje me vetë organizimin e Bashkisë Evropiane. Dhe nevoja është shumë e madhe që Bashkia Evropiane vazhdimisht të rritet edhe të bëhet më e fortë. Duhet kjo plot fuqi, ky buxhet, ai projekt, ky është i keq, ai është i mirë. Nuk jam besimtar i Bashkisë Evropiane, por
por e pranoj si një mbi ndërtim i suksesshëm për të gjitha shtetet që ekzistojnë në Bashkinë Evropiane. Të jenë evropiane, të hapura dhe inkluzive, asnjëherë që vlerët të cilët duhet i lëshuar inercionit edhe që do të jenë për gjithmonë të njëjta, po duhet gjithmonë të mbi ndërtohen, jo në bazë të shteteve nacionaliste, por në bazë të shteteve nacionale. Si shtetet evropiane, edhe kufit që i kemi vunë nuk kanë kuptim. Nuk kanë kuptim fare, nuk janë ato shtetet të cilat kanë luftuar edhe vetë atë mbylljen e kufive. E çka thoni për kolegën Orban, ai ka stilin e vet, e ka ndonjëherë pajtohem me të, ndonjëherë jo. Edhe kthehem edhe një herë në fillim. Në këtë që e thash në fillim. Kjo nuk është arsye që mos të bisedojmë. Të bisedojmë shumë. Të mundohemi të kuptojmë se çka është qëndrimi i atij që bisedon me ty. Cili është konflikti ndërmjet i bashkëbiseduesit. Kjo përvojë, nëse çdo kush e merr si të veten, atëherë mund të bisedojmë për të gjitha punët të cilat një burgshteti i sheh ose burgshtetësit e shohin para vetes. Po shkon sepse ekzistojnë shoqëri të cilat nuk janë homogjene nga ana sociale, edhe nga ekonomike, pastaj edhe nga ana historike, për shembull si shoqëria kroate, edhe ka shoqëri të cilat janë të ndara, edhe nuk bën të vendosim edhe të ndikojmë në ndryshimet tek këto shoqëri të veçanta. Dhe kjo Bashkia Evropiane, ky vendim mund të jetë shumë i papërgjithshëm. Vlerat tona janë vlerat tona. Sepse kur shkoj larg 700 kilometra në ndonjë drejtim, janë vlera tjera. Sepse këtu në Shqipëri edhe në Kroaci nuk është në rregull, sepse edhe në Sloveni brenda krahinave nuk është një lloj. Dhe këto dallime duhet të respektohen edhe duhet mi pas parasysh kur dona mi aprovu vendimet shumë të rëndësishme. Kjo vlen edhe për Ukrainën. Është një shkurt pamësi e dukshme. Kjo vlen edhe për Urbanin. Duhet me pas kujdes se cilën shoqëri ka heshtym.